Kemi edhe nga shtetet mike, si që është Republika e Turqisë, që disa vite bashkëpunojmë me drejtorinë e vakëfeve të Republikës Turqisë, që është një drejtori që ka një buxhet gjigant, e që është në kuadër Ministrisë Kulturës edhe Turizmit atje. Ata, krahas asaj ndihmës që kanë dhënë në renovimin edhe në restaurimin e xhamive në Kosovë, ata na ndihmojnë që 15 vite nga 6 maune, nga 6.000 pako të gatshme na vinë për raste sociale nga Turqia këtu në Kosovë. Pastaj një ndihmë të madhe kemi edhe nga Arabia Saudite, që ta fokusojmë edhe ato që është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe, qoftë në mbështetjen deri me tani që disa vite të 700 jetimeve që ju japin nga 50 euro çdo muaj, por na u ka dhënë drita e gjelbër që edhe 1600 jetim të mbështeten si vjet, domethënë të startojnë si vjet, që dikun afër 3000 fëmijë do të mbështeten nga ky fond, por ky fond humanitar që vije nga mbreti Selman ose direkt nga shteti i Arabisë Saudite, na mbështet edhe me mbi 8000 pako ushqimore çdo vit, por edhe me projekte zhvillimore tjera. Pastaj kemi edhe nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Fondacioni Zayed, që na ka mbështet me rroba të reja, të cilat ka qenë një projekt që kena bë edhe me një bashkëpunim me burgjet e Kosovës, që kena dërgu veshmbathje sidomos të mbrëmshme, të cilat ju kena dhuru të burgosurve të cilat nuk kanë fatkeqësisht vizita familjare, por kemi edhe njerëz të burgosurve që kanë bërë ndonjë vepër penale që janë edhe jo shtetas të Kosovës, e që na i kena vizituar ata dhe ju kena dhënë rroba të reja që e kanë mirëprit jashtëzakonisht shumë edhe Ministria e Drejtësisë këtë dhe e kanë lavdruar këtë ide të shoqatës Bereqeti që t'i vizitojmë këtë kategori që nuk kanë vizita familjare. Kështu që na gëzon fakti që donatorët janë të kategorive të ndryshme. Nuk kemi donatorë veç për atyne njerëzve të cilët janë milioner, por kemi donatorë edhe për njerëzve të thjeshtë, të cilët prej asaj ndihmës që e ka familjara i ndonë diçka në këtë drejtim. Kështu që jemi të kënaqur jashtëzakonisht me numrin e donatorëve dhe për ditë në shoqatën Bereqeti shtohen donatorë të ndryshëm, sepse i shohin aktivitetet. Ne ndoshta edhe më herët nuk kemi bërë shumë publicitet në këtë drejtim, ka qenë ndoshta një emete jona, mirë po e llogarisim si shoqat bashkë me koordinatorët tonë, sepse brenda shoqatës Bereqeti shumica janë imam, të cilët kontribuojnë këtë drejtim, edhe e llogarisim që kemi borxh të ndihmojmë njerëzve. Ne me donatorët tonë kena qenë çdo herë korrekt dhe vazhdojmë të jemi korrekt, mirë po nuk e kena bërë shumë publicitetin, tani kena fillu që ta bëjmë pak edhe publicitetin, të shohin njerëzit aktivitetet tona dhe sa më shumë që po i shohin aktivitetet, po na mbështesin në forma dhe mënyra të ndryshme njerëzit, pra edhe nga vendi dhe nga diaspora.